Në një shtet ku shpesh ndodh që fjala e qytetarit mos ketë peshë përballë autoritetit, një qytetar nga Prishtina vendosi të mos hesht. Ishte 20 dhjetori viti 2024, një ditë e zakonshme, një rrugë e zakonshme, por një ndalim nga policia e trafikut në fshatin Hodanc të Kamenicës e ktheu ditën e tij në një betejë që do të zgjaste 5 muaj. Policët Lindrit Mavriqi dhe Drin Canaj të njësisë së trafikut rrugor të Kamenicës i shqiptuan një gjop për 150 eurosh me pretendimin se kishte parkuar veturën në mënyrë të parregullt. Qytetari B.S. pretendoi se arsyeja reale e ndëshkimit ishin akuzat për mosvendosjen e rripit të sigurisë, një pretendim që ai e hodhi poshtë më një herë. Ai kishte prova filmike, pamjet që tregojnë qartë se rripi i sigurisë ishte i vendosur. Vaj vetë me dikon, unë e kam rripin not. Veç ta inqizoj. Po, krejt. Që do të kallzoj, veç ta kthej nga ka unë. Po inqizom ka unë, që e kam rripin edhe inqizom këta djemë inqizom. Kthej ka unë, po, veç kthej ka unë, po. Nga tiketën e shonë numërin, tiket. Ai refuzoi të paguante një gjobë e cila konsiderante jo vetëm të padrejtë, por edhe të pabazuar në fakte. Me vendosmëri, B.S. kërkoi shqyrtimin e rastit nga Komisioni për vendosjen në Policinë e Kosovës. Ai dorëzoi prova, shpjegoi ngjarjen dhe këmbgulin në të drejtën e tij. Me 23 janar 2025, komisioni u mbledh për të shqyrtuar rastin. Pas analizimit të fakteve, dëgjimit të palëve dhe verifikimit të pamjeve, vendimi u marrë dhe ishte shumë i qartë. Kundërshtimi i qytetarit ishte i bazuar. Nuk ishte prova të mjaftueshme që ai kishte kryer ndonjë kundërvajtje, gjoba u shfuqizua